Tragedia në Maqedoni ishte në mesin e të lënduarve nga zjarri në diskotek, ndron jetë futbollisti 25 vjeçar nga Shkupi, futbollisti Andrej Lazarov, 25 vjeç, i cili ishte në mesin e të lënduarve nga zjarri në diskotekën e Koçanit, fatkeqësisht humbi jetën në spitalin e Shtipit. Lazarov, i cili ishte antar i Shkupit që nga vera pësoi djegje në trup që rezultuan të rënda për të mbijetuar. Klubi i tij më herët njoftoi se ai ishte jashtë rrezikut, por situata më vonë ndryshoi dhe ai fatkeqësisht humbi jetën prej plagëve. Njoftimi i Federatës së Shkupit, edhe pse paraprakisht nga familjarët e tij kishte informacione se është mirë, me dhimbje të thellë dhe pikëllim të madh njoftojmë se futbollisti ynë Andrej Lazarov është konfirmuar mes viktimave të zjarrit tragjik që ndodhi gjatë natës në Koçan. Si një shpirt hero që ishte, Lazarov humbi jetën duke u përpjekur të ndihmojë të tjerët të shpëtojnë nga ambienti i kapluar nga zjarri. Ai u helmua nga tymi gjatë përpjekjeve të tij për të shpëtuar jetë, duke treguar guxim dhe humanizëm deri në momentin e fundit. Veprimi i tij heroik do të mbetet gjithmonë në kujtesën tonë si një dëshmi e karakterit të tij fisnik dhe zemrës së tij të madhe. Kjo është një humbje e madhe për klubin ton, për shokët e ekipit dhe për të gjithë komunitetin e futbollit. Fjalët janë të pakta për të përshkruar dhimbjen që ndjejmë në këto momente, në këtë tragjedi prej më të mëdhave në historinë që e ka kapluar klubin ton. Klubi Shkupit i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes së tij të afërme dhe gjithë familjes së madhe të klubit ton. Andrej ishte vetëm 6 muaj pjesë e Shkupit, por emri i tij do mbetet i pashkryer gjithmonë si pjesë e skuadrës tonë. Kujtimi për të do të mbetet gjithmonë i paharruar në zemrat tona.